javë, këtë javë në studimin në Bibël e Biblës, në studimin në Bibël, pastori kishës tonë na foli sepse për humbjen që pëson çdo njeri. Dikush ka humbur vëllan, dhe Zoti i ka dhënë gjë akoma më të mirë. Unë humba baban, dhe Zoti më dha besimin në Zot. Më dha një pastor, në bëra antar të një kishe. Historia fillon me Ezekielin, që ndori sopatën e re në ujë, një shoku të tij, një vëllai të tij në besim, i bashkëtortonte dru. E pra si përfundim Zoti, nëse humb diçka të çmuar, t'i jep gjë akoma më të çmuar. Amen.